gjatë kaskadës së Drinit, apo edhe ato të jugut, pavarësisht se tashmë nuk i përkasin stokut të hidrocentraleve shtetërore, por një skem e re energjetike e cila do të bazohej mbi diversifikimin, mbi krijimin e burimeve alternative, ashtu siç ishin ato të energjisë diellore, por më pas edhe ato eolike. Ky tranzicion nuk është vetëm një ide apo një premtim, ai është një realitet që po merr formë çdo ditë, i matshëm me shifra. Investimet e huaja direkte janë treguesi më i qartë i besimit në stabilitetin ton ekonomik dhe padyshim institucional. Sot ky besim në Shqipëri është i dukshëm dhe i matshëm, pasi vetëm në kohët e fundit, në vitet e fundit, mbi 1.5 miliard euro investime private janë angazhuar ose janë në proces në sektorin e energjisë, kryesisht në burime të rinovueshme si energjia diellore dhe ajo e erës. Gjithashtu edhe disa hidrocentrale me impakt të ulët mjedisor. Gjatë këtyre viteve, në tërësi në sektorin energjetik shqiptar janë angazhuar mbi 2 miliard euro investime private të përqendruara në burimet rinovueshme dhe sot kemi mbi 700 megavator kapacitete të reja gjeneruese private fotovoltaike të instaluara dhe që ndodhen në operim, si dhe 400 megawatt kapacitete të shtuara vetë prodhuese. Kemi gjithashtu një portofol projektesh që në vitet e ardhshme pritet të çojë kapacitetet e reja prodhuese të rinovueshme të vendit më tej se 1500 megavator me teknologji fotovoltaike dhe eolike. Gjithashtu kemi mbi 1600 megavator kapacitete të reja depozituese në fazë studimi dhe vlerësimi financiar. Vetëm në energjinë diellore, Shqipëria ka kaluar nga projektet pilot me impiante të shkallës së madhe. Gjetje e vlefshme dhe një nga parqet më të mëdha në rajon, i cili tashmë prodhon 140 megavator kapacitet të instaluar, është sot një nga projektet që e bën Shqipërinë krenare dhe e kthen në një model për t'u ndjekur në të gjithë rajonin. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete, nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP, me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie dhe për të thënë të drejtën kur vjen tek parqet eolike, dua ta them këtu dhe dua të përgëzoj CWP-n për të gjithë intensitetin me cilin ka punuar, për bashkëpunimin që ka pasur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim edhe për vështirësitë që ka hasur gjatë punës, pasi duhet të thënë që parqet eolike kanë një vështirësi më të madhe gjatë studimit dhe padyshim gjatë ndërtimit të tyre. Qoftë kjo për shkak të zonave, korridoret e erës në Shqipëri ndodhen mbi lartësinë 120 metra, pra flasim për zona kryesisht kodrinore dhe mbalore, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që për të ndërtuar një projekt të tillë ka nevojë për një kohë ngjizje që quhet koha e studimit 4 stinore ose ndryshe 12 muaj. Pra janë projekte të cilat kërkojnë një kohë të gjatë implementimi, studimi, por nga ana tjetër sigurisht pasi ato ndërtohen ashtu siç duhet dhe me gjithë studimet e duhura kanë impakt të jashtëzakonshëm në energjinë dhe si rrjedhojnë në ekonominë e një vendi. I gjithë ky diversifikim na bën më të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike që për të thënë të drejtën kohët e fundit kanë qenë dhe të prekshme. Unë këtë takim sot, këtë event sot, shpresoj që të jetë një augur i mirë edhe me diellin që ka dalë pas një 10 ditëshi shumë sfidues në të gjithë Republikën e Shqipërisë, që sigurisht ka të bëjë me rreshtet e shiut, ka të bëjë me prodhimet e hidrocentraleve që ne kemi në të gjithë vendin, por mbi të gjitha ka të bëjë me ndryshimet klimatike pasi ka prekur të gjithë rajonin. Projektet që zhvillohen nga kompania CWP është shembulli i qartë realisht në që qeveria shqiptare synimi i tij është ta kthejë standardin në mjet pune që gjendet lehtë, e vlefshme dhe e nevojshme. Synimi i tij është ta kthejë standardin në mjet pune
që gjendet të partnerëve të dhe angazhimi i saj në Shqipëri ndaj avokatëria, arbitrariteti. Le ta zëvendësojmë arbitraritetin. Seminate për të unifikuar praktika aplikatëse. Kjo ka qenë një pyetje të pajustifikuar për të qenë si moderator i paneli. Dhe një portofol projekte Agjendës, meqense mua të kombinuar projektat. Dhe tani sipas agjendës, meqense mua më kanë caktuar për të qenë si moderator i panelit, kam kënaqësinë t'ia fjalën kryetarit të Këshillit të Lartë Ligjor, Eolik të Tropojës. Këto investime private kanë një impakt të drejtë për drejtë në sektorin energjetik shqiptar, duke kontribuar në rritjen e vendas të energjisë. Seen from the perspective dhe në një rendiment sa më të lartë sigurinë energjetike të vendit dhe në të njëjtën kohë këto investime private nuk janë thjesht projekte energjetike. Janë investime që krijojnë vende pune, investime që sjellin teknologji dhe padyshim transferojnë know-how, investime që rrisin të ardhurat dhe fuqizojnë ekonominë lokale. Nëse do ta shikonim këtë si një komponent të zhvillimit të sektorit, Shqipëria sot po investon shënsishëm në linjat e transmetimit. Linjat e transmetimit të Republikës Shqipërisë tashmë lidhen me të gjithë fqinjët tanë, duke shpresuar shumë që tashmë që Shqipëria pothuajse e ka përfunduar të gjithë linjën që shkon në drejtim të Maqedonisë Veriut dhe shpresojmë shumë që të njëjtën gjë të bëjë edhe shteti Fëmijë dhe ta sjellë sa më parë linjën në kontakt duke krijuar kështu pra vijimsinë e korridorit të 8. Shqipëria është një nga vendet më mirë të lidhura në sistemin e transmetimit që i jep kështu një garanci investitorëve të huaj se duke ndërtuar pashjet e tyre eolike apo fotovoltaike në Shqipëri, ata e kanë të garantuar tregun e lirë jo vetëm Ballkanas, por edhe atë europian. Sektori energjetik është gjithashtu një motor i qartë në ecurinë drejt integrimit të vendit, si një nga sektorët më të vlerësuar nga organizmat e partnerët ndërkombëtar, duke klasifikuar Shqipërinë si të parë në nivel botror për qëndrueshmërinë energjetike, si dhe një nga sektorët me ecurinë më pozitive të vlerësuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian të vitit 2026. Dua të them qartë se qeveria shqiptare është e vendosur të vazhdojë mbështetjen për investime private në kapacitete të reja gjeneruese, veçanërisht ato që janë të qëndrueshme, të përgjegjshme ndaj mjedisit dhe ndaj komuniteteve dhe të integruara me tregjet rajonale dhe europiane. Ne nuk po flasim më për plane në letër, po flasim për megavator të instaluar, për miliarda euro investime të huaja dhe projekte që funksionojnë në teren dhe që vjelin avantazhet e një shteti i cili e ka të garantuar që prodhimi i tij energjetik vjen nga burime të rinovueshme. Përjedhoj edhe taksa e karbonit, që produktet energjetike me origjinë shqiptare e përllogaritur nga Komisioni Evropian është 0. Kjo sepse Shqipëria ka investuar në mënyrë të zgjuar dhe me politika të qarta që garantojnë integrimin e tregut energjetik në atë evropian, të një sektori që ka garanci se do të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Të dhënat e sistemit energjetik sot në të gjithë segmentet e tij tregojnë ecuri pozitive dhe rezultate konkrete të politikave sektoriale. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes, krahasuar me vitin 2013 kur ishin mbi 45%, kemi mbyllur vitin 2025 me 16.9%. Niveli i argëtimeve në furnizim është 100%. Krahasuar me vitin 2013 kur ishte 970%. Kapacitetet gjeneruese janë shtuar me 1500 megavator krahasuar me vitin 2013. Prodhimi i energjisë në vend vijon rritjen e përvitshme, duke siguruar gjithnjë e më shumë mbulim të konsumit vendas, i cili është rritur në mënyrë ekspansionale, jo vetëm për shkak të industrive të cilat vazhdojnë të përdorin Republikën e Shqipërisë energjinë elektrike, por edhe të njësive të reja të banimit që tashmë ngrohjen e kanë me sisteme teknologjike të modernizuara. Ndërprerjet e energjisë elektrike janë në minimumin historik të tyre, zakonisht avarit duan vetëm disa minuta për të rikuperuar. Përgjithësimi teknologjik i rrjetit të shpërndarjes vazhdon rregullisht në zonat qendrore dhe ato rurale. Rehabilitimi i plot i heceve në kaskadën e Drinit, pra hecit Koman dhe hecit të Fjerëzës dhe të Baut të Dejës,
vazhdojmë me të gjithë negociatat për sa i përket lidhjes kontratave financiare me partneritetet e huaja. Investime në transmetim synojnë ngritjen e një rrjeti jo vetëm toksor, ashtu siç e kemi deri më sot, por edhe një rrjeti në New York për të na lidhur direkt me Europën përmes Italisë, dhe studimi i teknologjive të reja, padyshim, dhe pompat hidrike, ato që ne i quajmë pumping system, të cilat parashikohen edhe për kaskadën e Drinit, por edhe në zonën e Moglicës, pra dhe nga Shtatkrafti, një kompani tjetër ekselence që operon në Republikën e Shqipërisë, do të rrisin kapacitetet tona produse me 1600 megavator të tjera. Dhe çka është më e rëndësishme, është parafirmi ligjor i ligjit të sektorit, i cili është pjesë e kapitullit 15 të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne nuk po ndërtojmë thjesht projekte për të sotmen, ne po ndërtojmë themelet e një sistemi energjetik që do t'ju shërbej dekadave që do të vinë, do t'ju shërbej brezave që do të vinë, një sistem që vendos në qendër qëndrueshmërinë, furnizon ekonominë dhe na afron çdo ditë e më shumë me objektivat tonë europian. Në mbyllje dua të shpreh mirënjohjen time të veçantë për kompaninë CWP, për besimin e treguar dhe kontributin e saj konkret në ekonominë shqiptare, për durimin dhe punën e përbashkët që kemi bërë gjatë këtyre 2 viteve, dhe dua t'i garantoj se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë padyshim do të jetë në krahun tuaj, ashtu siç ka bërë në këtë rrugtim të gjatë, tani me marrjen e autorizimit për nisjen e fazës konkrete të ndërtimit të parkut eolik të Tropojës prej 600 megavator prodhim. Një falënderim si shert gjithashtu shkon për të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur reformimin e sektorit energjetik, veçanërisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për angazhimin dhe nxitjen e vazhdueshme të investimeve amerikane në energji, si dhe për të gjithë suportin e posaçëm për këtë projekt për cilin jemi mbledhur këtu sot. Projekte si parku eolik i Tropojës janë dëshmia më e qartë se Shqipëria nuk ndodhet më në fazën e premtimeve, por në fazën e rezultateve konkrete. Rezultate mbi të cilat mund të mbështetet me besim çdo investitor i huaj në vendin tonë. Shqipëria është një vend i hapur për investime serioze dhe partneritete strategjike. Shqipëria është një partner i besueshëm dhe Shqipëria po ecën me hapa të sigurt drejt një të ardhme energjetike të qëndrueshme, të fortë dhe europiane. Do të ftoja këtu tani presidentin e CWP-s për Europën, për t'i dhënë autorizimin, certifikatën dhe për t'i lënë edhe rastin për të folur për këtë projekt që për shqiptarët ka një domethënie. Faleminderit. I can't